Tetori vjen me ndryshime pozitive për disa shenja të horoskopit. Sipas parashikimeve astrologjike, 3 shenja do të përjetojnë një periudhë fati, plot mundësi të reja dhe surpriza të këndshme në jetën personale dhe profesionale. Nëse përkisin njërës prej tyre, muaji tetor do të jetë magjik. Luani. Tetori do të sjellë luanëve shumë mundësi për zhvillim, si në plan personal ashtu edhe profesional. Aftësitë udhëheqëse do të jenë në fokus, duke ndihmuar të përballojnë sfidat me sukses. Në aspektin financiar priten të ardhurat të papritura dhe marrëveshje fitimpruese, që mund të bëhen baza për sukseset e mëtejshme. Mbështetja nga persona të papritur do të jetë një tjetër faktor pozitiv, por fati do të buzëqesh vetëm atyre që janë gati të veprojnë. Shigjetari. Për shigjetarët, tetori sjell frymëzim, zhvillim të brendshëm dhe njohje të reja. Kurreshtë do t'i ndihmojnë të zbulojnë projekte të reja dhe mundësi që do t'i çojnë drejt rritjes personale. Udhëtimet, mësimi dhe aktivitetet krijuese do të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa lajmet të mira pritet të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Astrologët rekomandojnë që shigjetarët ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë periudhë të favorshme. Briciapi. Tetori sjell stabilitet dhe vetbesim për briciapët. Përpjekjet e mëparshme do të fillojnë të japin fryte, qoftë në karrierë apo në marrëdhënie personale. Vendimet financiare do të jenë të suksesshme, sidomos nëse merren me kujdes dhe qëndrueshmëri. Ky muaj është gjithashtu i përshtatshëm për të forcuar marrëdhëniet me njerëz të rëndësishëm në jetën e tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.